Po vazhdojmë me asfaltimet e rrugëve në Dobraç. Jo ndiku të rreth 2 kilometra, po punojmë me 2 grupe, i shërben edhe banorëve të zonës, edhe kalimtarëve, kërkojmë edhe mirëkuptimin e tyre për shqetësimet që i kena sjell në lëvizje. Punimet po i kryjmë me ritme të larta, shpresojmë t'i kryjmë sa më shpejt, ta mbyllim sa më shpejt, edhe të lehtësojmë edhe lëvizjen e banorëve. Asfaltimi është pjesa e fundit, po i bëhet masi më përpara kena shtri tubin e ujësjellësit, përmirëson ndjeshëm furnizimin me ujë të banorëve të zonës, gjithashtu edhe të qytetit Shkodrës. Brenda standardeve edhe është një punë e mirë që po bëhet për përmirësimin me ujë të qytetit Shkodrës në përgjithësi. I bëj thirrje banorëve të zonës që të paraqiten pranë zyrave të ujësjellësit për lidhjen e kontratave të reja ose për me ndryshu kontratën e vjetër me këtë trend që do hapin tani, me lijen e re që po bëhet. Me këtë investim do ulen humbjet në rrjet dhe do përmirësohet furnizimi me ujë i gjithë zonës.